biznesmen, kam punu në Amerikë pej në të tretës operoj me biznes. Që më po shumë kohë, po në 33 vjetë. Një gjë kur se kësha besu. Me pakon të jetu një dhezi ku s'ka informacion. Me parë Halil Matoshi me më thonë, Albin Kurti i ka sulmu sindikatat, nuk të kisha besu. Krejt që të tjera të kisha besu. Që të se kisha besu. Kur, një teme, nuk kisha besu se Albin Kurti edhe vetë vendosja i sulman. Ato jo që ju sulmu, ato se egzistojnë, mo, në Kosovë. I mund fizikisht. Unë jam fans shumë i madh i sindikatave. Përmes firmës teme, rreth 500 njerëz, shumica për tyre shqiptar, i kom shtin sistemin sindikal, që na në Amerikë i thojmë unione. Për shembull, unë e di, kur kem fillu procesin e unionit, e di se sindikatat janë të korruptume. Por udhëhesia sindikat, këtë botë. Po lufta kundër korrupsionit sindikatave duhet mi bo organet e drejtësisë. Se njerëz janë prirë për me pas interes personal. Kur emrohen zgjedhen për sindikatave, si përfaqësues sindikalistëve, kanë mundësi me udhëtu, kanë mundësi me abuzu me fonde pensionale. Kjo është krejt e kuptueshme. Sindikatin më të madh që unë jam në Amerikë, që më kon deri tash, është Tetshi, lokaliteti Kulmagjive. Qatë lokal e ka qaq shumë më koni korrupcion sa gjyqtari e ka emru oficerin federativ mi mbikëqyr sindikatin. Që se sindikati është i korruptuar, ligji du të më marrë me korrupsionin, jo qeveria. Edhe sistemi sindikalist është tepër i nevojshëm, tepër i nevojshëm,